është e vështirë për t'u ka përdir fakti që përpara tanë e kanë mbrojtur tokën tonë me armë dhe kanë dhënë dhe jetën, e ndërsa shteti shqiptar e jep pronën e vet të shqiptarëve për €1 të huajve. Thashë njërë tjetër, klasa politike shqiptare është anti-shqiptare. Ata të parët tanë nuk kanë lënë djem edhe burra mbrapa, janë shuar. Kështu, dy këmsha mund të kenë lënë të gjinisë femërore maskullore. Po burra që t'i dalën zotë vëndit dhe pronës nuk kanë lënë, nuk ka. Nuk ka. Vriten me njëri tjetrin për një fjalë goje, për një parkim ose për një gërvishtje makine, po shumë me njerë të vrasin. Gati e kanë kaçavidhën ose thikën në bashkë. Por që të zgjidhin problemet e pronës dhe të unifikohen, të bëjnë bashkë dhe të kërkojnë, të dalin në protestë dhe të thonë po hiqni ligjin 7501 nuk dalin, sepse ligji 7501 i ka vënë sa në interesat përbashkëta, ai dhe në interesat kundërta, për të hedhur njëri tjetrin në luftë, për të vrarë njëri tjetrin. Këtë gjë duhet ta bëj politika, të kthej, të anulloj ligjin 7501 dhe të bëj pronat e Zoti. Atje ku kanë ndërtuar paguajnë qiran, atje ku është bosh ta marrë Zoti. Veriu se janë bërë janë marrë dy vendime në Shqipëri. Veriu që zbriti dhe erdhi u vendosë në Tiranë, gjithë veriu, tokat e tyre atje i kanë të paprekura, s'u ka luajtur njësë. Ka 7501 atje. Ndërsa 7501 kanë në shkumbin e poshtë, që do të thotë, janë vjedhur tokat. Që do të thotë, s'janë të zotët të mbrojnë tokën e tyre. Që do të thotë, nuk mund ta mbrosh, ndryshe vetë të ngresh me armë nuk ngremi, se s'kemi as armë s'kemi, as njerëz për të nderdhur gjak s'kemi. Kështu që urdhë, jemi dënuar. Dëgjojmë nëpër media, mbahen fjalime, ka individ veçantë që u drejtojnë shqiptarëve dhe u thonë do t'i mirëni të tëra, do t'u kthehen të tëra, do t'i mirëni ju, do mirëni aq pensione, kaq pensione. Ka një 4 vjet që i dëgjojmë këto, deri tani s'është bërë asgjë. Prapë unë shpresë nuk e kam humbur, se shpresa vdes e fundit. Por prapë them që me këtë situatë që është dhe me këtë gjendje që i shohun populli shqiptar që mbetet dergjet tërë ditën kafeneve dhe s'kërkon asnjë gjë, nuk kam shpresë. Avokat, ditët e fundit ka pasur një përplasje mes kryeministrit Rama dhe një prej politikanëve anglez i konsideruar si babai i Brexitit. Si e keni parë këtë përplasje lidhur me shifrat e shqiptarëve që janë të burgosur në Britaninë e Madhe? Në ratë parë, unë nuk di çfarë statistika kanë botuar anglezët për burgjet për shqiptarët që janë të burgosur në Angli. Dhe në qoftë se kanë thënë që 1 në 50 shqiptar në Angli është në burg, edhe shumë gabim nuk e kanë. Sepse ne dim, është sekret shoqëror, e dim të tërë, edhe tallemi dhe gëzojmë që shqiptarët tanë punojnë në shtëpitë e Barit në Londër edhe në gjithë Anglinë. Turp. Ka ta ndisen sklever njerëz pa dinjitet, pa identitet, shkojnë edhe mbyllen atje brenda dhe punojnë për interesat të gangsterëve dhe të banditëve të Londrës e të Tiranës dhe nuk vijnë aty të punojnë në vendin e tyre, në tokën e tyre. Turp të kenë dhe miru a bëjnë qilën që i trajtojnë ashtu, që i shkelin dhe i në përkëmbin. U a bëjnë paq fare, pak e kanë. Gjithë kjo përplasje, a është një lloj po themi manovër e Ramës që të rri në qendër të vëmendjes? Rama do ta gjejë gjithë një qendër të vëmendjes. I ka mbetur vetëm një tani, të dalë pa brek të Skënderbeu, se të tëra i ka bërë. Çe gjeti Rama në rregull është. Kush doli dhe i tha Ramës që shkoj që po bën? Opozita, është quajtur opozitë, që s'është opozitë. Hahen tani, më more aq vota, të mora kaq vota, më ndrove atë deputet, më ndrove këtë deputet. Këta zihen për brasnjë zotëri, jo për Shqipërinë. Këta janë fytyra të ndyra që të gjithë. Komplet spektri politik është me fytyra të ndyra, kaq. A keni shpresa që Shqipëria do të futet në Bashkimin Evropian deri në vitin 2013, siç ka thënë? Jo, nuk do futet. Deri në vitin 2030, siç ka thënë Edi Rama? Nuk do futet Shqipëria në Bashkimin Evropian. E kam thënë, e them dhe do ta them. Shqipëria nuk do futet në Bashkimin Evropian.
sepse evropianët nuk e duan Shqipërinë. E ka thënë pastër fare i ndjeri Ismail Kadare, Evropa është një klub i të krishterëve. Kaq. Avokat, po vetëm ditën e sotme, jo më larg se ditën e sotme, u tha që Shqipëria ka bërë përparime në hapjen e kapitujve dhe së shpejti mund të futen në Bashkimin Evropian. Ju thoni që s'do futet. Këto janë gënjeshtra që ka 35 vjeç që i dëgjojmë zotëri. Nuk janë të sot, jo. Ka 35 vjeç që i dëgjojmë këto gënjeshtra. Dhe nuk po bëhet absolutisht asnjë. Neve na mbajnë me shpresa. Kanë 35 vjeç që thonë këto zgjedhjet nuk kishin të mira, kishin ca probleme, po prap ishin më të mira se të kaluarat. Talle me neve, ne jemi popull kaqol. Po përdorin fjalë shumë të ulët. Pranojmë të na gënjej një gënjeshtar, një mashtrues, një matrapas, një ordiner, si Edi Rama, apo Sali Berisha, apo kushdo që ka qenë para tija, kanë të rjetën që na gënjejnë. Në 97 zotëri, në 17 mars të 97 trupat greke hynë në tokën shqiptare. Çfarë bëri presidenti i kohës në atë kohë, Sali Berisha? Pse nuk ngriti ushtrinë ta kundërshtonte, po e kishte kthyer Shqipërinë në një katrahur, hajdutësh edhe gangsterësh që vrisin njëri tjetrin? Prandaj thash që klasa politike shqiptare është anti-shqiptare. Nuk vjen njerëz të ndershëm në politikën e Shqipërisë, ta dini të, asnjë njeri i ndershëm. Kam kandiduar 3 herë me qëra fjala, ta them ta din qytetarë shqiptar, dhe në të 3 herët më kanë vënë bryllat, qoftë ai i LZK-s, qoftë ai Aleancës Kuqezi. S'ka në Shqipëri është mafia në politikë. Pikë. Avokat Flamur Noka ishte në SPAK. Gjithashtu, edhe gjyqi ndaj Berishës dhe dhëndrit të tij Amar Maldezi ka filluar, por me një po themi ngërç ku Berisha nuk u paraqit në gjyq. Si e konsideroni vazhdimin e këtij gjyqi dhe do ketë një gjyq me zvarritje, pra Berisha do vendos që përmes procedurave ta zvarris gjyqin dhe të fitoj përmes procedurave, apo do shkojt përballet me akuzat që janë ngritur, siç duhet të bëj një njeri që mendon që është i pafajshëm? Berisha nuk është burr të dalë të përballet me akuzat, sepse dhe akuzat që i bëjnë janë qesharake, është turp të vjen turp të dëgjosh. Diskutojnë klubin Partizani. Ora njerëz, Berisha duhet të akuzuar për ushtrinë që e shkatërroi, për industrinë që e shkatërroi, për bujqësinë që e shkatërroi, për naftën që e shkatërroi, për të tëra që i ka shkatërruar Sali Berisha. Sali Berisha e furnizonte Miloševićin me naftë dhe nafta shqiptare vriste kosovarët në Kosovë. Pra nuk ka, vemi nga vemi dhe aty do vim. Ndërsa sa i përket gjyqit që thua për Sali Berishën, është një gjyq parodi, një gjyq qesharak, talle. Sali Berisha në rregull është. Është kryetar partie, i partisë bolshevike shqiptare, s'është demokratike, është bolshevike, sepse nuk kanë asnjë element të djathtë. Dhe nuk lëviz ande, ka krijuar atë grupin atë klikën e tij që e mban gjithmonë afër, e ushqen atë klikën dhe ata e mbajnë në krye. Dhe nuk guxon kush tjetër nga antarësia e Partisë Demokratike që të ngrihet edhe që do të hajë këtu të zotëri. Kush jeti pas ke lidhur që të metesh për jetë si kryetar, nga i gjetë këtë drejt. Pra, është e njëjta metodologji që përdorte Enver Hoxha që ndë një 45 vjet në pushtet. Saktësisht atë ka bërë Sali Berisha. Dhe në të tëra drejtimet, në drejtimin e pushtetit, në drejtimin e krimit, në drejtimin e mashtrimit, në drejtimin e propagandës, në të tëra 100%, më ta më është një Enver i dytë.